Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marri nga energjia e tarotëve një pyetje. Një person kërkon të rishikoj, kërkon të rikthehet e ty. Do t'ja rishikoj. Pra, personi do të rishikoj, do të rikthehet e ty. Çfarë na thon tarot për këtë pjesë? Është fort i lënduar, thot, ka marrë lëndime të forta në këtë histori dashurie. Por thot një lajm i papritur vjen drejt jush në mënyrë shumë të befasishme nga ky person i lënduar. Dhe sjell këtë lajm në dorën tuaj. Ky është një lajm transformimi, një lajm ndryshimi, një person që do të rikthehet tek ty. Edhe pse është i lënduar, ka marrë lëndime të forta, ky është si një mbret i shkopinjve, që ka do pjesën e dashurisë brenda, por nuk e shpreh. Diskuton me 2-3 persona, diskutojnë për këtë histori, dhe ky kërkon të rikthehet dhe të rishikoj përsëri ju, sepse tek ai person ju jeni mbretëresha e monedhave, që keni dritën dhe bollokun në duart tuaja. Është një person i cili mbrohet nga ky, është i tretë dhe mbrohet nga ky ëngjëll. Dhe gjithë njerëzit negativ, ky ëngjëll me këtë fyllin e tij të argjend i largon nga jeta e tij. Shumë shpejt ky person vjen drejt jush, rikthehet dhe të rishikon me një takim, dy shikupave tregon një takim serioz që do të bëhet midis jush të dy. Dhe do diskutoni jo vetëm tek pjesa e dashurisë, por edhe pjesa e bollokut, sepse ky person bashkë me ty ka një dashuri të fortë, ka një energji pozitive, ka një pasion të zjarrt. Rikthehet tek ju dhe pse ka këto probleme, pra ka pas lëndime, ka pas probleme, por rikthehet tek ju shumë shpejt. Me kë shenjë të horoskopit rezonon kjo energji e tarotëve. Me Bigjëreshën, me Ujori, me Bricjapi, Luani, Binjakët, Shigjetari, Dashi dhe Peshoren. Kurse me Gërmat rezonon me gërmën D, me gërmën L, me gërmën N, Q, S, Q, N, P, Sh, Y, Zh, Z. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.